Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim mbi aktualitetin në vend dhe se çfarë e pret Shqipërinë duke nisur nga shtatori e tutje dhe nëse do të rrëzohet Edi Rama nga protestat që bëmbahen në bulevard. Për të folur për këtë çështje dhe tematika të tjera ne kemi të ftuar avokat Zaçe Islami. Zoti Islami, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Zoti Islami, a mendoni se me nisjen e shtatorit Edi Rama do të shkojë drejt fundit apo nuk ka gjë që lëviz qoftë edhe nga protestat? Praktikisht Edi Rama ka shkuar në fund, nuk ka kushton më të tjerë. Thjesht tash ai qëndron për inerci atje, pa ai nuk është më kryeministri i shqiptarëve. Shqiptarët nuk e duan më. Ai mendoi se duke manipuluar protestat nëpërmjet atyre spionëve që kishte vënë te mikrofonit, që ndalonin çdo zë që ishte kundër Sorosit dhe Edi Ramës, që ndalonin çdo zë që ishte kundër shitjes së pronave të shqiptarëve, dhënë Çifutistanit dhe Çifutëve të botës, mendoi që do realizonte dhe do ngelej në pushtet nëpërmjet këtyre mbështetjeve që japin këta armiq të betuar të popullit tonë. Zoti Islami, pra ju mendoni se shtatori e tutje nuk ka sinjale se mund ta rrëzojë Edi Ramën? Jo, është rrëzuar që tani Edi Rama thjesht po përpiqet të gjejë vend për të futur kokën, sepse ai ka mbaruar, ka ikur si pushtet. Pse ka ikur? Zotëri, fakti që Edi Ramës në projektin që bëri ai për të riadministruar territorin e Shqipërisë i dolën të gjitha një 15-16 bashki të Partisë Socialiste me antar të Partisë Socialiste, tregon që ai nuk ka më mbështetjen tek baza e tij, por kjo tregon një tjetër. I shqiptarët pas kanë qenë me të vërtetë interesagjit pafund, sepse në fund të fundit për moral dikush duhet ta kishte qëndruar pranë. Tregojnë që politika në Shqipëri është politikë interesash, politikë antikombëtare, politikë dallaveraxhish, politikë spionësh, politikë hajdutësh, politikë e të tëra veçeve që mund të ketë shoqëria njerëzore. Pra ju mendoni se ajo lloj revolte brenda radhëve të Partisë Socialiste është thjesht për prishjen e interesave? Thjesht për interesa, s'ka se ata ideal nuk kanë. Po të kishin ideal, nuk e bënin atë që bën. Janë pa ideal, janë pa ide, janë njerëz që mendojnë interesin e çastit, po kanë një hap edhe një hap tjetër ata. Se duhet të jetojnë në plasin drejt. Nuk janë të tërë e korruptuar si Edi Rama dhe nuk janë të tërë interesagjë. Çështja është që ata nuk kanë ku çan buk më tani për të thënë çfarë çan buk çift. Dhe ata nuk e dinë çdo të thjesht pa punë. Kjo është arsyeja që them unë dhe që kam besim që Edi Rama i ka bërë ditë të perëndisë të pushtet. Po në këtë rast, a ka gjasa që Edi Rama të rrëzohet nga njerëzit e tij brenda radhëve të Partisë Socialiste? Rrëzoi protesta Edi Rama, nuk e rrëzojnë më njerëzit e tij, rrëzoi protesta, e rrëzohen mijëra dhe dhjetra mijëra njerëz që dalin për ditë në protestë. Për fare. I ku situata në dorë. Edi Rama mendoj që do t'i manipulonte protestuesit nëpërmjet atyre spionëve dhe patronatëve që aty te mikrofonat. Ata përfundimisht u diskredituan, u zbuluan, u torturuan. Ata janë domethënë treguan vetëm që janë sa palaco njerëz që paguhen për interesat e Sorosit dhe ki parasysh një që ishte para herë dje që u artikulua emri i Sorosit në protestë, nuk lejoi kurrë në asnjë mënyrë. Ju e keni parasysh që mua më nxorën me zor nga protesta, sepse denoncova vlerjen ose faljen e territorit shqiptar të izraelitëve. Por shqiptarët duhet të dinë një tjetër. Çdo ditë që rrinë në pushtet Edi Rama, çdo ditë shet topat të territorit shqiptar, se nuk është shqiptar vetë. Edi Rama është anti-shqiptar. Pik. Zoti Islami, si mendoni çfarë pritet të ndodhë deri në fund të këtij viti?
unë them marrimi pushimeve e Edi Ramën e gjën jashtë pushtetit. Për njeri për full vitit. Po në një deri sa më shumë unë them qytetarëve shqiptarë nëpërmjet ekranit tuaj një gjë. Dhe të jenë të bindur që si them unë. Çdo ditë, çdo orë që Edi Rama rrin në pushtet është në dëm të interesit kombëtar, është shitje e terrenit e territoreve e pavarësisë e ekonomisë gjithçka shqiptare. Zoti Islami, në Shqipëri pritet të mbërri ambasadori i ri i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Eric Wend, i cili ka një përvojë ushtarake dhe si general, a mendoni se do t'i thot gjëra troç kundrejt qeverisjes së kryeministit Edi Rama apo dhe klasës politike? Varet nga agenda që i ka dhënë Shteti Amerikan dhe Departamenti i Shtetit për të ardhur këtu, nga programi që i kanë dhënë ata. Si general amerikan dhe përfaqësuesi të djathtas amerikane, domethënë Partisë Republikane, kam besimin që ai do lozë një rol vendimtar në pastrimin dhe në zgjidhjen e problemeve që ka populli shqiptar me këtë qeveri tërësisht korruptuar, 100% korruptuar. Tani, se urdhra ka marrë nga presidenti amerikan, se direktiva ka marrë, se çfarë do bëj, këtë do t'ja lëm kohës. Po deri tani eksperienca jonë me ambasadorët amerikan është më negative e mundshme. Paraardhësit e tij kanë bërë punën më të poshtër dhe më të pajustifikuar për të prishur marrëdhëniet e popullit shqiptar me Amerikën. Deri tani klasa politike amerikane na ka shitur, na ka tradhtuar. Mos ndoshta ky ambasador i ri është komplet ndryshe dhe mund të flas ashtu siç flet vet Donald Trumpi kundrejt po themi klasës politike apo dhe vetë Edi Ramës? Na kanë mësuar paraardhësit e tij duke na tradhtuar disa herë, disa nga ata, duke na tradhtuar dhe duke na shitur populli shqiptar tek komunistët shqiptar, duke u nisur dhe nga fakti që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë strehuar të gjithë spionët e Shqipërisë, të gjithë antikombëtarët, të gjithë komunistët shqiptar, të gjithë strukturave të Partisë Punës Shqipërisë dhe të Ministrisë Punëve të Brendshme të Shqipërisë, që ishin spion, hetus, oficer sigurimi, kriminal që janë strehuar në Amerikë, buri veshin. Më lë të dyshoj që pak shpresa ka. E them këtë sepse njerëz si puna ime, janë me të vërtet të djathtë dhe urrejnë komunizmin, pa diskutim dhe kemi arsye ta urrejmë, ne nuk na qasin në Amerikë. Nuk na japin as viza, as gjë. Kam parasysh persona të përndjekur politik që nuk u jepet viza për në Amerikë. Ndërsa fëmijëve të komunistëve u vazhdojnë që të gjithëve janë strehuar atje. Pra në këtë pikë Amerika na ka shitur. Dash zoti që të marrën kthesën tani dhe nëpërmjet këtij ambasadori që vjen, që qërojnë këtë klasë politike antikombëtare, antishqiptare të shitur përfundimisht tek interesat e qifutëve, të Qifutistanit, domethënë Izrael dhe Yunanistanit, domethënë Greqi. Në këtë rast, a mendoni se ambasadori i ri i Shtetet Bashkuara të Amerikës mund të sjellë edhe porositë e presidentit amerikan lidhur me atë që ka bërë Edi Rama, qoftë në rastin e Sazanit dhe qoftë në rastin e Zvërnecit, ku situata ka dalë nga duart dhe tashmë mediat amerikane shkruajnë se si Edi Rama e lidhi dhëndrin e Donald Trumpit me një gangster në shitjen e rastit të Zvërnecit. Këtu presidenti amerikan duhet të dalë të shprehet qartësisht që ta dëgjojnë të shqiptarët. Ose do dënoj aferën që ka bërë dhëndri i tij dhe bija e tij me Edi Ramën dhe të ta quaj nul atë marrëveshje që ka bërë ai dhe këtë ta shprehi nëpërmjet ambasadorit, na thot ambasadori tani që do vi, ose ndryshe kthehemi aty ku kemi qenë. Unë zotëri nga Amerika nuk kërkoj fjalë, unë nga Amerika kërkoj vepra. Dhe vepra që kërkojnë nga Amerika është që të denoncohen krimet dhe korrupsioni në Shqipëri. Aq poshtë ka rënë FBI amerikane sa numri 2 i saj u rekrutua nga një çapaçul si Edi Rama. Pra, presidenti amerikan
ka detyra të mëdha për të rivendosur atë autoritetin dhe ligjin, autoritetin e strukturave të FBI-s dhe zbatimit të ligjit. Ka përgjegjësi të madhe. Dash Zoti që ta bëj. Deri tani e thash dhe po e përsërit. Jemi tërësisht të zgënjur nga ambasadorët e Amerikës. Duke filluar që nga ajo zonja me kordelet të kuqe Marizalino edhe deri te kjo Filipinezja e fundit që ke Donald Lue, Donald Dreq me çfarë ishin ata. Pra, dëshiroj që ambasadori i ri i Shteteve të Bashkuara të Amerikës të vijë të vërë pikat mbi. Zotërisht, Shqipëria është në buzë të greminës. Shqipëria është në zgrip. Çdo orë dhe çdo minutë që rri Edi Rama në pushtet, shet copa dhe territore të popullit të shtetit shqiptar. Neve praktikisht jemi të shitur e të tradhtuar. Në qoftë se Amerika nuk do vërdor, do shikojmë tani, do ta presim, populli pret që ta dini nga Amerika. Dhe në qoftë se shikojmë që dhe ky amerikan ambasadori i ri që ka ardhur do ndjek rrugën e të parëve, atëherë po e siguroj Shtetet Amerikën që shqiptarët do marrin. Shqiptarët nuk janë të vdekur të pambuluar. Shqiptarët deri tani kanë besuar tek miqtë dhe te partnerët, duke i parë që partnerët deri tani na kanë shitur ndaj duke parë shqitjen që e kanë bërë interesave të kombit e të popullit shqiptar, ambasadorë dhe politikantë amerikanë, atëherë populli i ngritur dhe sikundër e shikoni ka dalë dhe nuk hyn më në shtëpi pas gjetur problemin pa rregulluar këtë kast politike. Jo vetëm Edi Ramën, komplet kastën politike shqiptare, klasën politike shqiptare, të tërë duhet të zhduken nga pushteti. Ju përmendët pak më parë rastin e dosjes së Charles McGonigal të Edi Ramës në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në këtë rast, si mendoni, pse Edi Rama është kaq i paprekshëm deri më tani sa shkoi dhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe takoi presidentin amerikan Donald Trump në bordin e paqes? Zotëria i bordi paqes është një krijesë private, biznes privat i presidentit Trump. Jo, mos merremi me bordin e paqes, po pse nuk preket Edi Rama? Tani që nuk preket, këtu ka korrupsion, po e them shqip, ka tradhti. Ndaj them që ti jepet fund kësaj tradhtie. Unë të di, zoti i nderuar gazetar, ju e dini shumë mirë që unë gjithmonë flas pa doreza. Dhe nuk më intereson, është Donald Trumpi, është Amerika, apo është baba im në pushtet. Po që se shikoj që interesat e kombit tim, të popullit tim dhe të shtetit tim shkelen në përkëmbë dhe pasurit viden, atëherë unë këtë denoncoj. Prandaj pres, thash, të shikojmë çfarë do bëj ambasadori i ri. Por para se të vijë ambasadori i ri duhet të jetë rrëzuar Edi Rama. Duhet të jetë rrëzuar, sepse minut për minut po shet. Në këtë rast, kur mendoni se mund bjerë Edi Rama veçanërisht nga protestat? Të s'kam si ta parashikoj, po kemi arritur një fitore të madhe duke diskredituar dhe duke zhveshur, duke u hequr maskën atyre 5 spionëve të mikrofonit, të quajtur patronazhistë. Se Edi Rama për të mbuluar krijesat e ndyra të gjithë kombit shqiptar që janë patronazhistët dhe spionët, që janë krijesat më të ndyra, më të pëlliqura, më të pështira, më të degeneruara. Ta janë patronazhistët. Tani atyre u doli boja. U doli boja dhe tani do krijohet strukturë e re në bulevard që njerëzit të flasin dhe të shprehen ashtu siç duhet, se deri tani nuk i kanë lejuar. Dhe ndër ata që nuk janë lejuar jam dhe unë dhe ju dini shumë mirë që më hoqën nga bulevardi me gjithë karrike. Ata patronazhistët që janë atje, ata folliqësira që janë atje, ata të pa nder dhe të pa karakter që janë atje, të pa cip. Zoti Islami, si mendoni ku po shkon protesta dhe sa gjasa ka që ta rrëzoj vetë Edi Ramën dhe kush mendoni se mund ta marrë pushtetin nëse Edi Rama bie apo edhe vetë Berisha largohet nga politika? Njerë që të largohet Berisha nga politika pa luftë harroje. Berisha ka bandën e tij të armatosur që quhen grup parlamentar. Dhe nëpërmjet tyre do bëj lufta për të mos ikur nga pushteti. Këta nuk ikin nga pushteti pa luftë.
E vetmja gjë që mund t'i frenojë këta është vinë dy luftani amerikanë në portin e Durrësit, sjellin ca djem nga ata të tyre, din vet ata nga cilët, nga të SDOE ose SWAP, e din mirë ata. Ata që rregulluan Maduron. Vetëm ashtu s'kan nga lëvizin këta, por nuk veproi Amerika ashtu, këta i kanë pushtet. Ose do bëjnë luftë. Jo po thonin që vetëm Amerika mund t'i heq nga pushteti qoftë Ramën, qoftë Berishën nga opozita. Pa diskutim. Dhe ta bëj si në rastin e Maduros. Saktësisht kështu, atë thash. Saktësisht atë thash. Po në këtë rast, sa efekt mund të ketë protesta deri në fund të këtij viti dhe sa e intensifikuar mund të jetë nga shtatori e tutje? Aha, të lutem. Po e lanë punë që të vej në fund të vitit, kam haruar çdo gjë. Lere, është kohë të diskutojmë. Ne bëhet fjalë gushti dhe maksimumi 3-4 ditë, 5 ditë e para të shtatorit. Që do të thotë? Që do të thotë protesta do rri aty. Sido që të ndodh, protesta nuk ikën që aty dhe njerëzit nuk ikin nga bulevardi pa urzuar kjo klasë politike. Për këtë të jenë sigurt. Dhe Donald Trumpi dhe ambasadori i ri që po vjen se na dëgjon ambasadet i tani. Unë e di që ambasada amerikane këto i regjistron dhe i dëgjon. Dhe prap po jap një porosi. Ju lutemi shumë. Nëse jeni miq tanë të vërtet siç keni thënë dhe siç kemi besuar neve, se deri tani na keni hequr besimin, dilni zot dhe qërojeni këtë klasë politike nga Shqipëria. Nga pushteti të paktën. Zoti Islami, Belinda Balluku është paraqitur në SPAK, ndërkohë Berisha ka hedhur në publik një hipotezë sipas së cilës ajo mund të mbetet shtatzën në mënyrë që t'i shpëtojë drejtësisë. Në këtë rast me këtë me të shtatzën, me Berishën do me të shtatzën ajo. Kështu pretendon Berisha të paktën. Çan to turpe. Po atëre pse sot që ka kantor do ta lër vetë me barr. Këto zotri, këto janë turpe që i zën goja ai dhe unë përgjigje me fjalorin e tij. Ç'pun ka ai se ç'do bëj Belinda Balluku? E ka parë atë shtëpinë e tij, domethënë PD-n e tij, partinë e tij, ose mirë me thënë bandën e tij, me ata të merret. Në këtë rast, Edi Rama nga ana tjetër, a mund ta lëshoj Belinda Ballukun apo ka frikë se kjo e fundit e merr me vete? E ka thënë ajo. Ua kam thënë dhe një dy herë tjera këtë fjalë zotëri. Po e përsëris prapë sot se ndoshta ka qytetar dhe teleshikues tuaj që nuk më kanë dëgjuar. Belinda Balluku i ka dërguar mesazhe Edi Ramës, janë zbuluar mesazhet e tyre në SPAK, i nxjerrin vetë ata tani. Dhe i ka thënë, unë ty nuk do të lejoj kur që të bësh me mua atë që bëri baba yt me gjyshin tim. Me Beqir Ballukun. Pra, Belinda i ka thënë, ne o do rrim bashk, o do ikim bashk. Dhe këtë Edi Rama di shumë mirë. Dhe kjo mua më kënaq shumë. Zoti Islami, Ilir Beqaj doli nga burgu dhe ndodhet në rreth shtëpie, ndërkohë vajza e tij ka hequr dorë nga shtetësia shqiptare. Çfarë do të thotë ky rast sipas jush? Ta janë komunistët dhe advetarët dhe besnikët e popullit shqiptar që i ka zgjedhur deputet. Tani tu shikojnë ajerin. Ja këta janë. Të tillë pisa, të tillë palaco, të tillë maskarej, rrugash, lumi të botës jo Shqipërisë. Këta janë. Ja këta janë. Ai patjetër që do ta nxirte atë edhe jo atë, do ta nxjerr dhe Velin, do t'i nxjerr të tërë ata që ka futur burg, do t'u afal miliardat e eurove tona që ikin në xhep të tij dhe të Salihut dhe të miqve të tyre perëndimor, ambasador evropian apo amerikan, dhe di me kemi të qartë atë punë. Pra, këta në një farë mënyre po i fshehin parat e tyre përmes fëmijëve të tyre. Patjetër. Pse kotka tani u kujtua ajo e bie këtij e mbese Hamit Beqes tani u kujtua ajo të lërë shtetësinë amerikane se ishte psikologu i madh Hamit Beqja. I biri hajduti i madh, e mbesa tani thos jam shqiptare. Ka lënë shtetësinë shqiptare, po.
Po, ja, kështu ja, këta janë. Këta e qeverisi Shqipërinë. Ndaj protesta nuk lëvisan nga bulevardi. Dhe ata bëjnë shumë mirë, dhe media bën shumë mirë që i denoncon këto, më kënaq jashtë ma se mua, sepse u hapen sy dhe atyre që kanë akoma në një iluzion në kokë, u hapen sy dhe shikojnë se kush janë, ç'palaco janë, ç'pundërina janë. Që lumit të gjithë lagëmeve të botës janë këta. Me në krye lumin, krye palacon, krye fëllëqësirën që është kryeministri shqiptar aktualisht në detyrë. Zoti Islami, ndërkohë që protesta vijon në bulevard, Kruja u përpi nga flakët, kryeministri është parë në jug duke pushuar nën rrezet e diellit atje dhe duke shijuar këto ditë para se të kthehet në Tiranë. Hyjmë në një sferë tjetër tani, zotëri. Në radhë parë do ta them me atë fjalën e urtë që thot populli fshati digjet e krihet. Po. Të bën Edi Rama, por ai është plotësisht i vetëdijshëm dhe në urdhrat dhe në drejtimin e tij, në dirigjimin e tij, po u vihet zjarri pronave të shqiptarëve, sepse këtë urdhër ka marrë nga iluminati dhe nga masonët, të cilët duan me çdo kusht të pushtojnë Shqipërinë, të cilët duan që të vinë 2,5 milionë që fut këtu, të cilët duan që të mos ketë më shtet edhe kom shqiptar, të cilët kanë boshatisur qytetet e fshatrat e Shqipërisë dhe këtu kërkojnë ta bëjnë tokë të djegur dhe mbas meje, thotë Edi Rama, zjarrit i bjerë, thotë, kështu ka thënë dhe Luigi 14. Pas meje, thotë, se ke parasysh, e di pse do një Neron i Romën apo jo? Pikërisht si ky sot. Pra, Edi Rama është një Neron i kohëve moderne. Do që të shkatërrojë Shqipërinë, o ta mbaj unë, thotë, të vjetë unë, të bëhem unë mbret, bëhem unë domethënë i pa konkurrueshme, i pa kritikueshëm, ose ndryshe Shqipërisë do t'i vë zjarrin dhe praktikisht po i vë zjarrin. Ka vite që gënjen për aeroplanët kanadere, janë ata që ftofin shuajnë zjarret. Jo, se zjarret i vën vetë. I vën vetë, zotëri. Zoti Islami, jugun e Shqipërisë e ka vizituar dhe po e viziton ndërkohë Richard Grenell, një nga të dërguarit dikur të presidentit amerikan Donald Trump për çështje gjeopolitike, çështje të rëndësisë parësore. Ju si shikoni vizitën e tij në jug? Dhe mendoni se mund të ketë një takim të fshet me Edi Ramën para se të mbërrijë dhe ambasadori i ri i Shtetit Bashkuar të Amerikës në Shqipëri? Të tëra bëhen dhe ata janë në lëvizje, se është i deklaruar. Dhe pas në media që thuhet që ka ardhur bashkë me burrin e tij. Të mbetemi te vizita e tij, si e shikoni vizitën e tij në Shqipëri? Është private apo ka një mision tjetër? Ka mision tjetër, e ka misionin që digjet Shqipëria, siç po digjet. Është anti-shqiptar ajo, zotëri. Ne kemi fjalën në aspektin diplomatik. Diplomatik? Qa funksioni diplomatik ka ai? Qa zyrtari është? Ka qenë i dërguar i Trumpit më parë për çështje. Le të ka qenë, unë po të them ç'është. Të lutem. Ka qenë e dim. Çfarë është, më thuaj? Po ka influencën e tij gjithsesi. Të lutem edhe një herë. Është tani është hiçi. Pra s'ka asnjë gjë s'ka në dorë të bëj. Thjesht mund të jetë një sekser interesave të Izraelit në Shqipëri. Zoti Islami, një incident ka ndodhur në kuvendin e Kosovës ku Albin Kurti është goditur me vezë nga një prej deputetëve të kuvendit. Në këtë rast, si e shikoni Albin Kurtin? Po shkon drejt rënjes në Kosovë apo po bëhet edhe më i fortë, duke qenë se nuk po arrin të ngrejë as institucionet? Për mua po bëhet më i fortë. Po ta them unë, Albin Kurti i vuri Serbisë sinorin të thana, themin atje në Kurveleshi, ose Kufirin ja vuri të thana, do të them greqisht. Po son apo s'duan agentët e Serbisë të futun në parlamentin e Kosovës, në pak punë në prish. Albin Kurti ishte në pushtet dhe do bëj atë që i thot në ndërgjegja kombëtare qytetare. Albin Kurti ishte Dardan, zotëri, nuk është sërb.
Unë këtë mendim Ju si kam, mendoni- me që kam parë deri tani, me si ka punuar deri tani, në brëndësisë i digjerat, s'marë përgjegjësi që t'jem zëdhënës i ti. Po kam besim tek ai njeri, sepse kam parë që bëri disa veprime që anulloj njerëz zajednicat edhe ato pislëqe që na bëri, po na bën Edi Rama këtu tani që kërkon të heqë, të zhduk Bashkinë e Konispolit, të zhduk të jap fuqi të pafundme grekëve. Sikur se pas dje një video që një shqiptar, një greko-amerikan me biemër Zervo në Sopik të Pogonit kishte inauguruar një fuqi druri, nga ato fuqit e mëdha të butet e mëdhenj, se ai ka qenë zanati atyre varelxhi, kanë bërë varela, domethënë fuqi, dhe tha tradita jonë vazhdon kështu, tha atjere, dhe tha që ne jemi, do ta bashkojmë kombin grek në tërësinë e tij. Tërësisht racist dhe armik i këtij vendi. As shërbim sekret s'ke, as polici s'ke, as polici kufitare s'ke, as bashki s'ke, as një gjë s'ke. Ata vinë e bëjnë si u do qefi këtu. Kjo është situata lidhur me vizitën e Grenelli që më theti. Në këtë rast, ju si mendoni çfarë fshihet pas sulmit ndaj Albin Kurtit në kuvend, apo është thjesht një incident i rastit? Jo, nuk është e rastit. Nuk është e rastit. Por di që Albin Kurti ka më tepër se gjysmën e popullit të Kosovës me vete. Te di. Dhe kjo më bind që anti-shqiptarët në Kosovë nuk do fitojnë dhe do zgjidhet problemin në interes të Kosovës. Zoti Islami, me këto që po ndodh në Shqipëri, mënyrën si po qeverisë Edi Rama dhe gjithë korrupsionin galopant që shfaqet në skandal pas skandali, a mendoni në këtë rast se Greqia është duke fërkuar duart sa i përket interesave të saj? Pa dyshim, ka agjenturën e saj Greqia këtu, ka nxitësit e saja, i ka bërë të tëra. Dëgjoj, Greqia bëri një aleancë me Kiprën dhe me Izraelin, që do të thotë lobi qifut dhe grek, që janë nga lobet më të fuqishme në Amerikë, këtu po lozin atë rol që u ka ngarkuar me Galilea. Po çfarë interesash konkrete ka Greqia? Të kam marrë jugu mu, hajde në mërë të shikoni se që bëhet një jugë. Të kam thënë disa herë, merë kamerën e hajdet, të bëjmë një gjiro në gjithë jugun e Shqipërisë, të shikosh. E kam marrë jugun e Shqipërisë, çfarë bëhet, komandojnë vetëm interesat greke, as kusht tjetër. Që do të thotë? E kam marrë. Që do të thotë kemi mbaruar në jugë. Ska shtet, ska pushtet, nuk ka vigilencë në interes të në interes mirë them të kombit shqiptar dhe të popullit shqiptar dhe të shtetit shqiptar. Ata bëjnë atë që u do qefi. Dje, të thash, në atë video kishte ardhur një këngëtar, një bastard grek, një Sava Siatras që nuk ka lënë këngë anti-shqiptare para atë në Greqi, dhe këta e pranojnë aty. Këta e pranojnë. Dhe bëjnë si u do qefi atyre, të pasqetësuar, të pa... Fare, nuk u tha njëri, ore që shkjo që po bëni. Ku është prefekti Gjirokastrës? Ku është kryetari bashkisë Gjirokastrës? Ku është shërbimi sekret në Gjirokastër? Ku është policia e shtetit në Gjirokastër? Ku është drejtori policisë Gjirokastër? Qa po bën me këto ngjarje? Këtë po pyes. Megjithatë, unë jam një zënë shkretir, sepse shteti në jug nuk ekziston, zotëri. Zoti Islami, të rikthemi sërish te Edi Rama, për të cilin një gazetar gjerman, Walter Mayer, ka deklaruar se ai është kërcënuar me telefon nga vet Edi Rama në një shkrim që ka realizuar në Der Spiegel mbi qeverisjen e kryeministit Edi Rama.
Dhe nga ana tjetër ai thekson se perëndimi e mbi vlerëson ca si shumë Edi Ramën, madje e përkëdhel. Në këtë rast, duke nisur nga protestat, a mendoni se tashmë i ka rënë imazhi Edi Ramës në botë dhe nisur nga këto deklarata të këtij gazetari, do të kemi një degradim të Edi Ramës dhe rënje të tij nga pushteti? Ai praktikisht ka rënë dhe ka mbaruar, as autoritet s'ka, as integritet s'ka, as besueshmëri s'ka asnjë gjë nga këto, i ka humbur këto. Ai thjesht tani rrin pushtet se si këndot. Shqip. Opozita po është me të. Po në këtë rast ku e gjen guximin që kërcënon përmes telefonit një gazetar të huaj? Aq më tepër gjerman. Ka mira spion që qarkullojnë në Evropë. Dhe gazetari gjerman e di këtë gjë. Që mund t'i bëhet çfarëdo lloj atentati. Pse? Sepse Edi Rama ka daj kokalin, është i mbështetur tek Amerika. Dhe thot Amerika jemi kundër tij, është e vërtet. Amerika mori Sazani zotëri. Amerika nëpërmjet çifutëve mori dhe Zvërnecin, janë të tërat Amerikës këto. Po s'ka marrëveshje zyrtare në këtë rast. Jo të tëra bëhen zyrtare, zotëri. Hajde të shkojmë bashkë në atë ku del nafta në malin e Shpiragut. Hajde, shikosh ku shkojnë dy pucët atë ku shkon nafta. Zoti Islami, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Edhe unë ju falenderoj për ftesën, edhe pse në kushte shumë të vështira atmosferike, se temperatura është 39 gradë sot tani që flasim bashkë këtu. Gjithë të mirat. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.